Si ndodhi bashkëpunimi me Sonin? Me Sonin na ka lidhur Gramos Kozeli. Pati një këngë në studio edhe na e prezantoi. Pavarësisht se ne shtuam gjonat tona, shtova pak unë më shumë si Orgito, Soni, gjërat e veta, edhe u bë konga aty nga Gramosi e njofta, por që kam marrëdhënie të mira shumë me Sonin. Eci kënga siç doni Të them ju? të drejtën, prisnim të heste shumë, por që nuk eci. Ajo kënga, të them të drejtën, ishte shumë e bukur dhe kishte shumë art brenda, sinqerisht, si në tekst, si në muzikë, por që muzika sot me çfarë kemi bërë Është e paparashikueshme. Po sa klikime arriti kjo këngë? Kënga, mos gabojmë, është 400.000 views. 400.000 Po, views. dhe reale, sepse Po, dinin shumë mirë me çu këngën 2 milion, 3 milion, 5 milion. Po, siç e bëjnë shumë që i blejnë klikimet, ëh? I bëjnë. Ti nuk e tentuar ndonjëherë të blesh klikime? Tash mos me bë dhe kot. Edhe kam tentu. Sa i sinqert. Po, edhe kemi ble klikime. Po jo në i klikim të madh, kemi ble 100.000 views, 200.000 views maksimum, jo sa. E si blien ato 100.000 views, sa kushtojnë? Mos gabohem diku 500 euro. 500 euro, mos gabohem. Sepse një rast ka ndodhur kjo gjë, që smeci një këngë, edhe nuk mund ta leja dot ashtu, por që e kisha kanalin në YouTube të ri, por që të gjithë blen klikime blen. Blen të gjithë këngëtarët. Të gjithë. Pastaj sponsori është gjë tjetër, se sponsori normalisht duhet t'ia hedhësh këngës. Po mirë, ku ble klikime, a gjeneron të ardhura klipi? Apo penalizohesh? Jo, nuk gjeneron shumë. A është thjesht për dukje, dhe për koncerte. Por që më shumë interes ke me sponsor, se i hedh për shembull 1.000 euro sponsor. Mirë që ta ngren këngën me klikime real, domethënë, po edhe të gjeneron diçka. Nga kjo këngë me Soni Malaj, mund të kujtojmë një moment të vogël? E mban mend? Po ta shohim mirë. Më thuaj sa po e don ti tjetrin van, ma ke harruar emrin tash, që s'je me mua po t'mungoj tash. Më thuaj sa po e don ti tjetrin van, ma ke harruar emrin tash, që s'je me mua po t'mungoj tash. Tani, kjo është historia e Soni Malaj apo historia jote? Apo prapë është një tjetër? Jo, Gramos Kozelit. Gramosi e ka shkruajtur tekstin. Unë ta thash se historisë kam.